Shikues të televizionit të UTA, përshëndetje, mirë se takohemi edhe sot në emisionin e veçantë i cili po vjen gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Faleminderit juve që na ndiqni, falenderoj Bashkinë Islame për bashkëpunimin, për të realizuar dhe për të sjellë tek ju këto mesazhe dhe le të themi fjalë me vlerë për gjatë gjithë këtij muaji. Dua të falenderoj Cungën Company për rregullimin e ambientit, vajzat të cilat kanë dekoruar, le të themi, edhe më shumë finesë siç janë nga së të rënur, por edhe kukis të cilat ne besoj se në kohën e iftarit do t'i shijojmë. Sot do të trajtojmë një tjetër temë të veçantë. Lutja apo duaja, besoj se është një nga gjërat që të gjithëve na flen në shpirt, sepse aty ndoshta edhe kemi shpresën. Për të folur për këtë, për le të themi detajet e saja, kur na pranohet, si na pranohet, edhe le të themi disa këshilla në lidhje me duan, unë kam kënaqësi që në studio të kem Imam Irfan Kacën. Përshëndetje. Kënaqësi edhe jam jo. Agjerim të lehtë të pranuar për ju, për familjen e juaj e për gjithë më dashurit. Faleminderit. Vërtet është kënaqësi që të jemi në studio dhe vërtet është kënaqësi që t'i ndajmë disa momente bashkarisht dhe të flasim diçka gjatë muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Sa do që të flitet për muajin e madhnueshëm të Ramazanit, fjalët janë të pakta me atë çka Allahu xhaleshanuhu na premton neve në këtë muaj. Ashtu siç thotë edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur ta dishim vlerën e muajit të madhnueshëm të Ramazanit, krejt viti do të kërkoshim prej Allahut që të ishte Ramazan. Por në ka dhënë këto ditë dhe vërtet t'i shfrytëzojmë. Sepse sa do që ndoshta na vinë Ramazanet tjerë dhe tjerë, këto ditë të cilët ne i kaluam dhe këto ditë të cilët po na vinë apo të cilët na kanë mbetur nga ky Ramazan, t'i shfrytëzojmë. Sepse kur nuk kthehet më kjo ditë në të cilën ne jemi apo ditët të cilët i kemi lënë pas. Në këtë muaj, a ndjejmë më shumë nevojën apo edhe dëshirën për dua, dhe çfarë është duaja apo lutja në vetvete? Njeriu gjithmonë ka nevojë për dua apo për lutje. Në çdo situatë, në çdo rrethon, pra çdo herë njeriu është i lidhur me Allahun apo me Zotin e tij. Në çdo situatë, në çdo rrethon, në çdo vend, në çdo kudo që të shkoje e ka prezent. Dhe çka? Ai i cili na ban zgjidhje për çdo gjë është vetëm Allahu xhaleshanuhu. Pra është Zoti jon. Cili prej nesh nuk ka dëshira, nuk ka ëndra, nuk ka halle, probleme të cilët e përcjellin njeriu gjatë gjithë jetës së vet. Ka do që të shkosh, ku do që t'jesh, njeriu ato hallet, ato problemet e tia i merr gjithmonë në vete. Dhe gjithmonë njeriu ka nevojë për lutje apo për dua. Por muaji i madhnueshëm i Ramazanit i veçantë. Sepse vërtet duaja, duke qenë agjërueshëm, është edhe e pranuar. Ne shpesh e përdorim fjalën dua, e përdorim fjalën lutje. Por ta përkthejmë në gjuhën tonë shqipe, nuk është kur gjë tjetër vetëm se thirrje apo ftesë. Ku ja bëjmë këtë ftesë? Ja bëjmë Allahu xhaleshanuhu. Për na zgjidh ne hallet tona, problemet tona, dëshirat tona. Po vërtet, nëse ne i përmendim ajetet e Kuranit, të cilët vërtet Allahu xhaleshanuhu në Kuranin e madhnueshëm na thotë dhe na drejtohet: o ju njerëz, pra ju keni nevojë për Allahun. Pra, ne jemi ata të cilët rregullisht kemi nevojë për Allahun xhaleshanuhu. Pra, kudo që të shkojmë, kada që të jemi, kudo që të gjendemi, kemi nevojë për prezencën e Allahut xhaleshanuhu. Po çka? Ne nuk duhet të shpusim të lidhje. Jo të jetë vetëm Ramazani si pik qëllimit apo si pik fillimit që ta lusim Allahun xhaleshanuhu. Por kjo të jetë e vazhdueshme gjatë gjithë muajit apo gjatë gjithë vitit. Pra ne mos t'i shpusim lidhjet me Allahun xhaleshanuhu. Kjo është më e rëndësishme në jetën e njeriu. Sado që ne të mundohemi t'i ikim Allahut apo lutjes drejtuar atij, prap vjen një pikë dhe kthehemi prap
kena nevojë për ta. Pra dhe kush më mirë se ai i din hallet tona, i di problemet tona dhe çka mujë me na zgjidh hallet tona. Ne ndonjëherë çalojmë pak te kjo, fokusohemi tek muaji i Ramazanit ndoshta si individ edhe më vjen mirë që po e cekim këtë, që ta mbajmë atë rrjedhën. Nëse mbesim tek duaja në thelbin e saj, por nëse ju spjegojmë shikuesve përmes shembujve nga jeta e pejgamberëve, çfarë do të përzgjedhnim sot për t'ju thënë? Secili pejgamber i zgjedhur i Allahut ka pas hallin e vet, ka pas problemin e vet, dhe ato të cilët janë spravuar mos tepër në këtë jetë apo në këtë botë, janë pejgamber të zgjedhur të Allahut. Pra vetë Allahu xhallahu xhanu i ka zgjedh, por në njëjtën kohë dhe vetë i ka provuar. Pra secili pejgamber e ka pas hallin e vet. Nëse ne nalemi tek Nuhi alayhis salam. Pra Nuhi ka qenë një pejgamber i zgjedhur, gjithë ndoshta kemi ndëgjuar për anijen e tij. Po kur e pa që njerëzit nuk ishin prej atyre të cilët e adhuronin Allahun apo nuk i bonin në atë kuptimin ja kthinin shpinën Allahut dhe shpinën edhe pejgamberit apo Nuhit alayhis salam. Nuhi alayhis salam si e luti Allahun xhallahu shanuhu dhe i tha, unë jam i mundur. Pra, çka? Kërkoj nga Allahu xhallahu shanuhu që ta ndihmoj. Pra, ne në jetën tonë të përditshme, ndoshta shumë herë jemi të mundur, nuk kemi zgjidhje tjetër. Pra, ta përkujtojmë Nuhin alayhis salam. Dhe çka? Allahu xhallahu shanuhu nga kjo të cilën e kishin mujtur Nuhin alayhis salam e xori shpëtimtar apo e xori fitues. Po e xori fitues edhe në këtë jetë, por edhe në botën tjetër. Nëse ne vazhdojmë me pejgamber të tjerë të zgjedhur të Allahu xhallahu shanuhu, ne përmendim apo të cilën ndoshta ishte edhe rasti bukur i Zekerias alayhis salam. Ku Zekeria alayhis salam ishte një zgjedhur i Allahut, një pejgamber, dhe çka? Ai Zekeria nuk ishte trashëgimtar, por nuk ishte fëmijë. Pra, megjithëse kishte kaluar rinia e tij, megjithëse që kishte ardhur një kohë në të cilën vërtet ndoshta edhe ishte paralizueshme për ta, ju drejtua Allahu xhallahu shanuhu me fjalën të cilët i tha: o Zot, mos më le të vetmuar, sepse ti je më i miri trashëgues. Dhe çka? Allahu xhallahu shanuhu boni mrekullimet. Në moshë shtyr Zekeria alayhis salam ishte edhe bashortja e tij në njëjtën kohë. Dhe çka? Allahu xhallahu shanuhu i dha trashëgimtar apo i dha edhe një pejgamber tjetër me emrin Yahya. Nëse vazhdojmë, të cilët gjithë ata të cilët kanë qenë në Qabe apo kanë qenë në Umre, e kanë vizituar vendin apo e kanë vizituar Mekën, e kanë vizituar Merwan dhe Safan, kemi rastin e Ibrahimit alayhis salam. Ibrahimi alayhis salam, kur urdhnuat ta laje bashortën e vet në mes të shkretirës. Pra, as kishte ujë, as kishte bim, as kishte fruta, kur një gjë nuk kishte në atë vend. Dhe çka? E la në shkretir, dhe çka? Ju lut Allahu xhallahu shanuhu. Për çka? Kjo lutje të cilët Ibrahimi alayhis salam e boni para 1000 sa viteve, do të thonë është aktuale edhe sot në atë vend, elhamdulillah, prej Zotit, ka me mira vizitorë. Dhe çka është më e rëndësishme që edhe lutjet në atë vend apo në atë pjesë e shëqëtëri dhe vërtet Allahu nuk i kthen duar bosh ata të cilët shkojnë. Pra ne përmendim edhe Ibrahimin alayhis salam, përmendim Sulejmanin alayhis salam. Ishte një prej pejgamberëve të cilët Allahu ja mundsoi nga lutja e tij që të ketë sundim edhe jashta parametrave të cilët ne i kemi sot apo i mundsojmë. Që Allahu xhallahu shanuhu ja mundsoi që me komunikua edhe me kafshët apo me gjallësa të tjera.
të cilët ne nuk i shohim, po Sulejmani a.s. ka komunikuar me ta. Dhe vërtet në kohën e tij ishte një thatësirë e madhe. Dhe çka populli i vet i kërkon që ta lutse Allahun, Sulejmani a.s. Dhe në atë moment Sulejmani a.s. bashkë me popullin e vet vendosin që dalin dhe ta lutin Allahun. Dhe duke ecë rrugë Sulejmani a.s. pa një milingon. Dhe çka? Aja i kishte qunë në atë kuptimin duart e veta, apo kamët e veta, dhe çka e lutë të Allahun xhaleshehu që çka mi dhon shi. Dhe Sulejmani në atë momente i thot popullit vet, kthehuni i thot mrapa. Po i thonë ato përse? Thot Allahu thot ju dha thot shiun thot nga lutjet e të tjerëve. Pra nga një milingon, Allahu xhaleshehu na dha në atë kuptimin bereqitin apo shiun. Dhe çka Sulejmani a.s. i kthen popullin, dhe çka Allahu xhaleshehu dërgoi shiun. Nëse ne, sepse jeta ishte atill që rregullisht kemi sprova, dhe herë kemi smundje, herë kemi ndoshta humje nga familjarët me dashurimin ton, herë kemi ndoshta humje nga pasuria jon, dhe është mirë që ta kujtojmë Ejubin a.s. Ejubi a.s. ka qenë një prej të zgjedhurve të Allahut, që Allahu xhaleshehu e sprovoi në të trija mënyrat, apo të cilët ne sot i kemi, apo na bjen ndoshta rasti, ti ndigjojmë apo ti jemi prezent në për të shumtën e rasteve. Ejubi a.s. Allahu filloi t'ia marrë pasurinë. Pas pasurisë i mori edhe vlat apo fëmijët të cilët i kish. Njëjtën kohë i mori edhe shnetin. Përveç se thonë që vetëm zemra i ka me domthon prej trupit të tij pa u prek. Dhe çka? Ai vazhdimisht e lutte Allahun xhaleshehu. Megjithëse ja kishte sprovuar Allahu xhaleshehu rregullisht, prap ai vazhdonte në atë kuptimin që ta lutte Allahun xhaleshehu. Dhe në fund Allahu xhaleshehu ja pranoi lutjen. Për çka? I çoi edhe pasuri, i çoi edhe shëndet, i çoi edhe evlat apo fëmijë, të cilët vërtet Allahu xhaleshehu ja mori herë. Për çka? Ja dha përsëri. Njëjtën kohë kemi edhe vullin e të gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ku rregullisht e ka lutur Allahun. Për shembull, ne para disa ditëve përcollëm një ngjarje vërtet madhështore të fesë islame apo betejën e Bedrit, ku në atë betejë vërtet vendimtare për muslimanët apo për islamin, pejgamberi alayhis salam e luti Allahun xhaleshehu. Po çka? E ka lut aq shumë, tregon Ebu Bekri radiallahu anhu apo shoku i tij, që gjybje i ka rënë nga shpina. Dhe çka Allahu xhaleshehu ja mundsoi apo ja pranoi dua. Dhe çka? Muslimanët e atëhershëm, të cilët ishin në numër shumë të pakët, i dolin nga mjemtarë. Një rast tregohet i shumë i bukur në kohën e Hasan el-Basriut. Ky ka qenë vërtet një i zgjedhur i, në të kuptimin një njeri i ditun. Dhe njerëzit kanë marrë gjithmonë këshilla prej tij. Dhe në një rast kur shkojnë tek Hasani, e pyesin e thonë, Zoti ka filluar në të kuptimin mos më dhon pasuri. E thot, lutë Allahun. Mas një kohët vjen një tjetër dhe i thot, gruaja ime nuk është duke lind. Edhe këtij në njëjtën përgjigje lutë Allahun. Vjen një tjetër prap, i thot, pasuria ma i shterë, apo ka filluar më paksua. Prap i thot lutë Allahun. Dhe në atë rast, ata të pranishmit i thonë,
o Hasan, po si për ti trija, domethënë për ti tana gjanat ka një përgjigje, një lutje apo një kërkesë. Thot po, thot. A se keni dëgjuar thot ajetin e Kuranit ku Allahu xhalla shanuhu thot, Allahu xhalla shanuhu kërkoni falje, po luteni Allahun xhalla shanuhu, sepse Allahu xhalla shanuhu është falës i madh. Po çka? Ai ju lëshon shi me bollak nga qielli. Pra, ju shumon pasurinë tuaj, ju jep fëmijët tuaj. Pra, ju, thot Allahu xhalla shanuhu, ju bën që të keni kopshte dhe lumej. Pra, këto kopshte dhe lumej, pikërisht rrjedhin prej duas apo prej lutjes. Nëse ne vërtet e lusim Allahun xhalla shanuhu, vërtet do të jemi edhe në këtë botë lumtur, por të njëjtën kohë edhe në botën tjetër. Po çka? Allahu xhalla shanuhu nuk na kthen duart bosh apo lutjet tona bosh. Vendin dhe kohën vërtet e di mas miri Allahu xhalla shanuhu se kur me na i qua apo kur me na i dhan. Por ajo të cilën është më e rëndësishmja e jona është që ne vazhdimisht ta kena lidhjen me Allahun xhalla shanuhu. E ndërsa koha dhe vendi për lutjen, cila është më e mira? Çdo kohë, çdo vend është i mirë për robin kur e lut Allahun. Pa marrë parasysh se ato ndahen edhe koha, edhe vendi ndahen. Por koha më e mirë të cilën edhe vetë pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam e cek është në pjesën apo 1/3 e natës. Pra njeriu ndoshta atëherë gjen atë qetësinë që ta lusë Allahun dhe çka? Ajo pjesë është më e mirë e lutjes. Por nuk duhet të anashkalojmë apo ditën. Ne shpesh përmendim namazin. Dhe themi namazin. Por namazi nuk është kur gjë tjetër përveç se lutje drejtuar Allahut. Pra, ne thojmë pa qohemi në sabah, po falim sabahin. Për çka? Ne jemi lutur Allahut. Sepse vetë konteksti i namazit të përkthehet domethënë është lutje drejtuar Allahut. Pra, nëse ne e lusim Allahun në sabah, vazhdojmë edhe në mjesditë apo në kohën e mjesditës apo kur dielli ka kaluar, apo në kohën e iqinnis, akshamit kur dielli duke përvenduar, apo në kohën e yacis, domethënë edhe këto kohën në të cilën ne e lusim Allahun, pra jemi vazhdimisht lidhur me Allahun xhalla shanuhu dhe vazhdimisht i drejtohemi atij. Pra edhe në atë pjesën 1/3 e natës, por edhe këto gjatë ditës sonë të përditshme na ka vu obligim që ta lusim Allahun xhalla shanuhu. Po duke e lutur Allahun xhalla shanuhu çka? Ti gjatë 24 orëve ke komunikim drejt për drejt me Allahun xhalla shanuhu. Po ai komunikim të cilin ti e ke me Allahun xhalla shanuhu nuk është komunikim i thjeshtë, sepse gjithë kemi ndigjuar apo gjithë e dim që kur balli jon prek sejdën në ndërmjetësim ndërmjet dhe Allahut. Pra ti në ato momente domethënë komunikon drejt për drejt me Allahun xhalla shanuhu. Por çka? Komunikon për ato hallet e cilat kanë preokupuar gjatë ditës. Pra, të kanë preokupuar ndoshta një punë, një diçka tjetër. Pra, secila gjë domethënë çka? Dhe ato hallet e cilat i ke, i komunikon me atë i cili mund ta zgjidh shumë kollaj apo shumë lehtë. Tjetër prej kohëve është dita e Xhumë. Pra, një ditë vërtet e madhe për muslimanin, ku vërtet pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam thot që Xhumaja ka një orë në të cilën Allahu xhalla shanuhu e pranon duan apo lutjen tonë. Por çka është shumë interesant, edhe këtu duhet ta ceki se kur diskutojnë dietarët se kur është koha më e mirë,
Disa thonë mas sabahit, dikush thonë para mjesditit, dikush në mjet gjumas. Do të thonë, ato dietarët e lanë po thuaj se krejt ditën çka? Të hapur. Çka? Që ta lutim Allahun xhallahu xhelalu. Nëse ne e përmendem në të kuptimin natën, 1/3 e natës, e përmendem edhe ditën e xhumë, keni muajin e madhëshëm në cilin edhe ndodhemi sot. Pra, lutja agjeruesi nuk kthehet mbrapa. Pra, duke qenë në të kuptimin agjerueshëm, lutja jote është drejtuar Allahut xhallahu xhelalu dhe për çdo gjë, domethënë Allahu ta pranon. Ja, në kohë kemi edhe lutjen vjetore. Kur shkojmë në haxh. Pra, nëse ne shkojmë në haxh dhe kryejmë ato ritualet e haxhit dhe qëndrimin tonë në Arafat, edhe në Arafat, pra Allahu e ka caktuar ditë, çka? Që ato lutje të cilet i drejtohen Allahu xhallahu xhelalu pikërisht në Arafat, janë lutje të cilet nuk kthehen mbrapa. Pra, ne gjatë gjithë vitit, duke e lutur Allahun xhallahu xhelalu, pra jemi në komunikim të vazhdueshëm. Pra, ajo shkputje nuk bëhet kur nga ne. Pa marrë parasysh vazhdohet në kohën të ndryshme, pasandaj për shembull në mjet e zanit i kametit, në kohën e iftarit, në kohën e syfyrit. Pra, janë lutje të cilet vërtet janë të pakthyeshme nga ana e Allahut xhallahu xhelalu. Pra, pastaj kur njeriu përfundon në të kuptimin leximin e Kur'anit, kur është në Kabe dhe sheh Kaben, pra janë vendet në të kuptimin që vërtet lutja e drejtuar Allahut xhallahu xhelalu nuk ka kthim. Por çka? Ne do të më prit momentin se kur e kena ne më të përshtatshëm, apo kur Allahu xhallahu xhelalu e di më së miri se kur është për ne e përshtatshme që ajo lutja apo ajo dua në pranohet. Ndoshta shpesh themi që Allahu nuk na pranoi lutjen. Shpesh ndoshta e dona më një herë. Po ai e di se çka kena pas në nevojë mas tepërmit në ato momente. Ndoshta atëherë nuk ka qenë momenti i adekuat që Allahu më na pranoi lutjen. Por çka? E ka lënë ndoshta për ma vonë. Po ndoshta e ka lënë edhe krejt për në xhennet. Pra, lutja të cilën ne ja drejtojmë Allahu xhallahu xhelalu kur nuk është e humbur. Kur mos mendojë njeriu që është e humbur lutja. Unë duhet të përmendi sepse shpesh ndoshta jemi në vetmi, dhe ndoshta në ato momente lutjes të cilat ja drejtojmë Allahut xhallahu xhelalu është vërtet jena në qetësinë tonë shpirtërore apo jemi në hallin tonë, domethënë që nuk kemi zgjidhje për nga kërkën. Përmendim Yunusin alayhis salam. Yunusi alayhis salam ishte një zgjedhur i Allahut. Dhe çka? Ai u largua nga populli i tij i mërzitur. Dhe çka e përpiu apo kapi balena, në të kuptimin e futi në barkun e tij. Dhe çka? Në ato momente Yunusi alayhis salam e luti Allahun. Në të kuptimin fund detit. A kot kush në gjën tjetër përveçse Allahut. Dhe çka? Yunusi alayhis salam e zori Allahu xhallahu xhelalu, shëndoshë mirë, lutjen të cilën ja boni atij na mësoj edhe ne se kudo që të jena, në të kuptimin edhe në fund detit nëse jemi, pra Allahu xhallahu xhelalu ndihjon. Dhe kjo është më e rëndësishme gjithmonë që ta ketë njeriu në mendjen e vet që Allahu në çdo situatë, në çdo rrethana, në çdo vend në të cilin ti je dhe gjindesh e ke në të kuptimin prezent dhe e ke në ndihmën tënde. Nëse ti e mban atë lidhjen e pashkputur me Allahun xhallahu xhelalu. Ka njerëz të veçantë të cilëve u pranohet duaja? Po, gjithmonë ka pas njerëz të veçantë dhe gjithmonë ka me pas njerëz të veçantë, të cilët ju pranohet lutja. Por ne ndoshta shpejtojmë tek pranimi i lutjes sonë. Dhe njerëz të cilët e lusin Allahun xhallahu xhelalu dhe vërtet ju pranon lutjen,
është mëse e saktë. Sepse vetë iblisi, vetë iblisi, shejtani, e ka lutë Allahun. Lutja ti nuk është këthë mrapa. Për çka i ka thonë Allahut që mlen një afat caktuar deri në atë kuptimin, për çka që të na mashtroje ne? Dhe çka? Allahu ja ka pranuar lutjen. Ndërsa robi që është i zgjedhur i Allahut, pra ne si rob zgjedhur të Allahu xhaleshanuhu, pra lutja jonë është pa dyshim e pranuar. Ka njerëz vërtet që ju pranohet lutja dhe të cilët pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi wasallam i cek është ndoshta e udhëheqësit drejt apo imamit drejt. Pra, ai i cili është i drejt tek Allahu xhaleshanuhu, vërtet Allahu xhaleshanuhu nuk e kthen lutjen pas. Pra, nëse ne lutim Allahun xhaleshanuhu apo ai udhëheqësi i drejt, vërtet Allahu xhaleshanuhu e pranon lutjen. Tjetër, pra unë e përmenda duke qenë agjerueshim, nuk kthehet mrapa. Pastaj pejgamberi alayhis salam vazhdon dhe cek që lutja atij cila i do pa drejtësi. Lutja e fëmijët për prind, lutja të cilët ja bojnë njëri tjetrit në atë kuptimin e shokëve apo shoqëve ndërmjet vetes, apo besimtari apo muslimani ndërmjet vetes, është e paktyshme. Por lutjet tjera të cilët Allahu xhaleshanuhu i pranon dhe nuk i kthen, është lutja edhe e fëmijët për prindët e vet. Ne shpesh dëgjojmë që jo thonë ka kryer në atë kuptimin misionin këtë jetë dhe nuk kena nevojë të lutna për nanën dhe për babën. Apo për ato më të dashurmit tonë, ato më të afërmit tonë, apo ndoshta një shok apo ndoshta një mik tonin, por vërtet Allahu xhaleshanuhu na ka bëu që të lutna edhe për ta. Ne dhe unë shpesh e përdori që në çdo lutje të cilën e bëjmë, në çdo namaz që falim, pra ne lexojmë një dua, ya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ku Allahu xhaleshanuhu ndër të tjera thot: o Zot, më fal mua, po fali edhe prindërit e mi. Pra ne rregullisht e lutim Allahun për çka? Që më na fal ne, po më na i fal edhe prindët tonë. Dhe akoma më mrekulli në atë kuptimin që ta lutim Allahun që ato të cilët i kemi dashur mas tepër dhe të cilët na kanë dashur pa asnjë kusht, vazhdimisht lutna për ta. Gjithashtu lutjet të cilët bëhen kur njeriu është ka frikë, njeriu mësonaj kur e adhuron Allahun xhaleshanuhu rregullisht, pra lutja në atë kuptimin kundër atyre të cilët janë bë pa drejtësinë apo zullume. Por unë duhet nalem edhe tek një rast nga jeta jone e përditshme, sepse jeta jone e përditshme është e mbushur ndoshta me raste apo me shembuj shumë të bukur. Dhe një njeri erdhte një njeri dhe po i thot tu dal shtëpia. Karo thot zjarra të afër dhe çka? Tash po të vjen në atë kuptimin e po ta merr shtëpinë. Ky në atë kuptimin nuk e xen krytën, po nuk ka kokçarje. Vjen një tjetër prapë dhe i thot: "Hey, prap karo zjarma ty ec." Ky prap në qefin e vet apo në trezinë e vet. Mas një kohë vjen prap një tjetër dhe prap ky rre i qetë në atë kuptimin. Dhe herën i tretë i thot: a se keni ndëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë që i thoni këtë lutje apo i këtë dua. Dhe çka? Allahu do ta mbron ty pasuninë, ta mbron shtëpinë, ta mbron çdo gjë. Pra, për secilin gjallë në këtë jetë, na ka mësuar pejgamberi apo Muhamedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, çka? Që ne
ta lusim Allahun për çdo gjë në këtë jetë të cilën ne kemi nevojë. Dhe vërtet ndodhi ajo të cilin ndodh, për shembull tek ky njeri, Erzjemi u përshkrua gjithkan, u përshkrua dhe krejt anash ti, përveç se shtëpia time ti më prekun. Ndoshta dikujt duhet kështu e çuditshme, por janë realitete nga jeta jone e përditshme. Duaja apo lutja të cilën ne ja bojmë Allahut xhelle xhanu është shumë e madhe. Është komunikim të cilën njeriu e ka vazhdimisht me Allahun xhelle xhanu. Dhe ky komunikim është i pashkputur me Allahun xhelle xhanu. Dhe vërtet kur ti ke e man lidhjen e pashkputur me Allahun xhelle xhanu, vërtet është shumë e madhe. A do ta bëjmë një dua, le të themi, në këto minutat para iftarit për shikuesit sot në këtë emision? Ne kemi gjithmonë duan e iftarit të cilën e bëjmë, dhe vërtet duaja të cilën e bëjmë para iftarit është e pranueshme. Por unë duhe, jo të bëj një dua, por duhe që të përmendi që ndër emrat e bukur të Allahu xhelle xhanuhu është edhe emri i tij El Mujib. Çka është emri El Mujib? Pranuesi i lutjeve. Pra nëse ne lusim Allahun xhelle xhanuhu me këtë emër, pra ai na i pranon lutjet tona. Por çka? Vetëm ne ta themi këtë emër. E pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam thot kush i lutet Allahut, pra që ta fal në mënyrë të vazhdueshme. Çka? Allahu xhelle xhanuhu do t'i jap zgjidhje për çdo gjë. Pra, për çdo hall tin, për çdo problem tin. Do t'ja largoj gjërat që e preokupojnë mas shumtit dhe çka? Do ta furnizoj nga ai nuk e pret. Pra, vetë pejgamberi sallallahu taala alaihi wasallam na thot që vazhdimisht ta lutim Allahun. Unë edhe një herë gjithë shiquzet e televizionit të UTA duhet ju uroj muajin e madhnueshëm të Ramazanit, doat të cilat i kemi bë gjatë këtij muajit, gjatë këtyre ditëve dhe ditët të cilat do të vinë, na i ketë pranuar dhe vërtet në fund të Ramazanit dalim gjithë të fituar, apo kur t'i uroj njëri tjetrit Bajramin, t'i urojmë vërtet edhe xhenetin. Amin. Edhe një herë faleminderit për ju. Ishte kënaqësi. Faleminderit për gjitha mesazhet që na përcolle, për gjithë historinë e bukur që ka në vete lutja dhe duaja. Ishte kënaqësi. Imam Irfan Kaca, faleminderit për prezencën tuaj. Faleminderit e për ju. Shikues të televizionit të UTA, dua të pranuara për të gjithë ju, agjërim të pranuar edhe ju bëft mirë iftari. Shikim të këndshëm në minutat në vazhdim, ne do të vazhdojmë të jemi së bashku për gjatë gjithë muajit të Ramazanit me mua dhe koleget e mia. Mirupafshim.